Atentati i djeshëm në Rinas nga persona ende të paidentifikuar la të vrarë në automjetin ku po udhëtonin 47 vjeçarin Gilmando Dani dhe të plagosur 40 vjeçarin Mustafa Sheqeri, i njohur ndryshe si Muçi Shaliani, që është në gjendje të rëndë shëndetësore pasi mori 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Të dy sapo ishin kthyer nga Barcelona. Sipas burimeve spitalore, Sheqeri ndodhet i intubuar në repartin e reanimacionit nën kujdesin e mjekëve. Burime pranë SIK, institucion që verifikon pastërtinë e figurës për punonjës të AMP-s, bën me dije se Mustafa Sheqeri nuk rezulton të ketë patur certifikat sigurie. Për këtë arsye, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore njofton se drejtori Eduard Merkaj ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë ka nisur hetimet për vrasjen e krahut të djathtë të Emiliano Shullazit, Gilmando Danit dhe plagosjen e punonjësit të AMP-s, Muçi Shalianit. Sot është zbuluar dhe itinerari i autorëve të vrasjes së djeshme nga Nikla në Rinas dhe më pas largimi nga e njëjta rrugë. Në makinën e autorëve kanë qenë 4 persona, një shofer dhe 3 qitës, të cilët për vrasjen kanë përdorur 4 armë. Ndërkohë që targat e makinës Toyota Yaris kanë qenë të vjedhura në Greqi vitin e kaluar.